Edhe në Kosovë sot të dashur dëgjues shënohet dita botërore e veshkave. Në këtë kuadër do të mbahet edhe një konferencë shkencore me pjesëmarrje ndërkombëtare që i kushtohet ditës së veshkave. Temat që do trajtohen në këtë konferencë janë transplanti i veshkës, hudhja akute, kirurgjia e transplantit, trajtimet inovative në nefrologji, hipertensioni dhe veshka, prezantimi i rastit e kështu me radhë bën të ditur shoqata e nefrologëve të Kosovës. Kam ftuar në intervistë doktor Miloreta Tola Javdiu, sekretare të kësaj shoqate, për të folur pak më shumë për këtë organizim në këtë ditë. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje për juve edhe gjithë ndëgjuesit e radios suaj. Sa është e rëndësishme të mbajmë shëndetshëm veshkat? Tash sa është e rëndësishme me mbajtjen e shëndetin e përgjithshëm. Përgjithshëm duhet me pas kujdes edhe për shëndetin e veshkave. Dita botërore e veshkave që mbahet heqja e dytë e marsit çdo vit. Është një fushatë e ndërgjegjësimit të popullatës në përgjithësi për shëndetin e veshkave. Në botë ka filluar të mbahet prej vitit 2006 edhe çdo vit e ka temën e caktuar, kurse si vjet më shumë i kushtohet preventives. Të kujdesemi paraprakisht para me pas mundje check-up edhe të kemi kontrollat e pashershme. Për ta bërë gjën e duhur, siç thuhet. Si e gjen Kosovën kjo ditë botërore në këtë të ejte? Edhe në Kosovë ka disa vite që ne shënojmë këtë ditë me aktivitetet tona, me mundësitë tona, me aktivitete qoftë për ndërgjegjësimin e njerëzve dhe me aktivitete shkencore që i organizon shoqata e nefrologëve të Kosovës. Nuk mund me thonë që është shumë mirë vetëdijsimi i njerëzve në përgjithësi, pasi prej përvojës përditshme e shohim që njerëzit tek ne vinë gati në stadit goxha të avancuar të sëmundjes kronike të veshkave, andaj nuk mundim edhe me humbur shumë që jemi shumë mirë. Edhe ky është edhe qëllimi jonë që përveç punës përditshme që bëjmë për klinikat edhe ambulantat tona, të tentojmë edhe me njerëz që nuk na ka nevojë njëherë të rikujtojmë që duhet të kenë kujdes edhe të bëjnë ndonjëherë edhe atë, të bëjnë vetes ndaj kontroll. Për ta thjeshtuar këtë bisedë, doktoresh, si do ta renditni ju organin e veshkës në listën e organeve të njerëzit për ka rëndësia? Tash na si nefrolog sigurisht që do të llogaritmi të parin jo. Po hyn në organet vitale. Po prandaj, do të thënë se vetëm kështu vetëdijsohemi ne kur e kuptojmë që është organ vital. Është organ vital, zemra, truri, veshkat, do të janë organe vitale dhe secili ka rëndësinë e vet, sigurisht. Shumë e rëndësishme, kryen shumë funksione. Andaj është shumë e rëndësishme me. Cilët janë shkaktarët kryesorë që mund ta dëmtojnë veshkën? Thënë drejtën të ne me banat edhe puna jonë e përditshme shohim se diabeti, sëmundja e sheqerit, që njohin edhe në popullatën e përgjithshme, po prin vitet e fundit, është sikurse edhe në këtë botën po del me numër më të madh shkaktari më i parë, me thonë, i sëmundjes së veshkave. Pastaj janë edhe një hipertensioni, sëmundjet e lindura, sëmundjet infeksionet, gurët në veshka, është një numër i madh i sëmundjeve që shkakton sëmundjet terminale të veshkave, mirë po diabeti dhe hipertensioni janë numër që me numër më të madh pacientë. Po që ndikojnë më shumë. Na paraqiten në praktikën e përditshme. Po cilat mosha prekën më shumë? Zakonisht janë moshat më të vjetra, me thonë dhe të mosha 65 vjet, ajo është të na 45 dhe 65 është grup mosha që po prin në regjistrin renal, që nuk është shumë e mirë, nuk është e këndshme kjo, se është moshë relativisht e re me u përballë me sëmundje kronike, mirë po në regjistrin renal që kemi vona si shoqat është pa që është grup mosha që po është me numër më të madh. Janë sëmundje terminale dhe që trajtohet me dializë. Kur e kuptojmë që ne kemi të lashë me veshkën për shembull? Kjo është edhe problemi kryesor, që sëmundja e veshkave nuk është që jep shumë shenja. Mundem me hup një përqindje të madhe të funksionet të veshkave dhe njerëzit vazhdojnë normalisht jetën, edhe pse sa adaptohen në kushte të reja të funksionimit të organizmit me një problem, edhe nuk e vrejnë. Kjo është
Fatkeqësisht. Ajo që në fatkeqësia që ndodh edhe që për këtë edhe është e rëndësishme për me bo her pasire analizë urine, analizë gjako, që janë analiza shumë të thjeshta që ndihmojnë shumë. Këtë ditë botërore, doktoresh, sigurisht keni këtë sensibilizim, ndoshta edhe që e pash një program, keni aktivitete shumë edhe në terren për të vëdisuar. A mjafton ndoshta një ditë botërore se sa keni vizita ju? Sa keni konsulta? Një ditë sigurisht që nuk mjafton, po na si profesionist shëndetësor këtë punë e bëjmë çdo ditë, e bëjmë çdo ditë në ambulantat specialistike tona, e bëjmë çdo ditë në spital, kudo që kemi mundësi edhe që na jepet që kemi kontakt me pacienta, mirë po kjo në ditë ndoshta më shumë ju kushtohet atyre që nuk janë të smur se pacientat që neve veç na vinë për ordinanca. Po, ata që kanë probleme dhe janë sigurisht. të njoftuar për ato. Kjo ditë është më e rëndësishme për njerëz të popullatën e përgjithshme që të mos vide të smundja ose ta azojmë herët probleme. Probleme. Po. Doktoresh, keni edhe një konferencë sot, do me thënë një konferencë me shumë tema, edhe me ekspertë huaj që shë pash? I kemi janë të ftuar profesorët nga Turqia që zakonisht na përkrajnë edhe vinë shpesh në këto konferenca që i organizojmë ne. Ato janë të dedikuar për profesionistë shëndetësor që sigurisht do t'i shkëmbejmë edhe një ori me ta. A ka mjaft nefrolog në Kosovë? Viteve të fundit ka fillu të shtohet edhe numri i nefrologëve të ri edhe numri i specializantëve që janë afër me u bë nefrolog, se me thonë drejtën nuk ka pas shumë. Prandaj ju pyeta, sepse nëse pyesim për një nefrolog, ndoshta as kolegët tuaj nuk din me na dhon shumë këshilla. Po nuk është që ka pas shumë, mirë po tash është me politikat e shëndetësisë që ka fillu me hy si duket në rend. Do të doja një thirrje për jush, për ata qytetarë të cilët pak din për veshkat e tyre. Faleminderit për mundësinë që na jepni që të japim mesazhin ton për njerëz që janë të interesuar. Duhet të kenë kujdes të bëjnë analiza rutinore, një analizë urine, një analizë gjakut, të mbajnë në kontroll shtypjen e gjakut, shumë e rëndësishme, të bëjnë kontroll nëse veç janë diabetik, të mbajnë nivelin e sheqerit në vlera normale, të konsumojnë ujë mjaftueshëm, të kenë aktivitet të rregullt fizik, sigurisht edhe për këtë organizmin që është shumë e rëndësishme, është edhe për funksionin e veshkave, të ruhen yndyrën atë në gjak, obezitetin, janë gjitha një sër faktorë të cilat ndikojnë mirë funksionim, nëse këto menaxhohen mirë edhe funksioni i veshkave do të jetë në rregull. Kripa është rekomandohet pi 5 gram është shumë e rëndësishme. I 5 gram në ditë. Po. Sa ujë në ditë mendohet që duhet mjafton me pi për veshk? Ujë ndej në 8 gota ujë. Rekomandohet me pi gjatë. Do të thënë rreth 2 litra. Ose rreth 2 litra, ose let sa të dihet i hidrum pacienti, ose personi jo i jetur. Po, në momentin që nuk ha krep edhe nuk e ndjen atë nevojën është. Se nëse ndjen etje, atëherë veç është vonë, nuk është mirë. Po, sigurisht, doktoresh, do t'ju kemi ndoshta në herave tjera të flasim për secilën veç e veç, për shembull, për sasinë e kripës në veshk, çka dëmton, çysh dëmton, në çfarë periudha, çështje të tjera. Për këtë mëngjes, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi, do të jemi gjatë ditës edhe me aktivitetet tjera që do t'i keni. Faleminderit shumë. Faleminderit.